Drejtuesi i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Eduard Merkaj ka raportuar në Komisionin e Çështjeve të Brendshme për projekt buxhetin 2026. Merkaj bëri me dije se shpenzimet për investime për vitin 2026 janë rritur me 3 herë, krahasuar me buxhetin e një viti më parë. Agjencia ka për mision mbikëqyrjen e vazhdueshme të pamvarur objektive dhe transparente të subjekteve të përcaktuar në nenin 5 këtij ligji, në funksion të zbatimit të ligjit dhe mbrojtjes së lirive dhe drejtave themelore të njerëzit. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore është në përbërje të programit buxhetor të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në krahasim me buxhetin e vitit 2025, projekt buxheti 2026 në total për gjithë zërat ka një rritje në masën rreth 15%. Buxheti i agjencisë parashikuar për vitin 2026 është në shumën 396 milion lek, shpenzime për personelin, paga për sigurime shoqërore 272 milion lek, rritur me 3% krahasimisht me vitin 2025. Shpenzime të tjera, mallra, shërbime dhe transferime 53 milion lek, rritur 2% krahasimisht me vitin 2025. Shpenzime për investime 63 milion lek, ose me një rritje prej 3 herë në krahasim me buxhetin e vitit 2025. Gjithashtu ka akredituar pranë Autoritetit Kombëtar për Sigurimin e Informacionit të klasifikuar arkivën digjitale për ruajtjen e informacionit klasifikuar. Personeli AMP-s ka fituar të drejta në lidhje me kompensimin e largësisë apo kompensimin e qeras banesës kur transferohen për nevoja pune. Të drejtën e shpërblimit deri në 6 paga mujore për rezultate konkrete, të cilat kryesisht janë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nisur nga fakti ku kryerja e krimeve sa vjen dhe bëhet më e sofistikuar, është e nevojshme zhvillimi i ri i formave dhe metodave speciale të hetimit. Rritja e cilësisë së kryerjes së operacioneve duke mbështetur me zhvillime më të reja teknologjike në pajisjet për sa i përket përgjimeve ambientale. Drejtori i përgjithshëm i AMP-s ka folur edhe në lidhje me atentatin e ndodhur në Rinas dhe rekrutimin e Muçi Shalianit në radhët e AMP-s. Merkaj njoftoi se është bërë kallëzim në Prokurorinë e Tiranës për të gjithë zinxhirin e punonjësve të AMP-s, që kanë pasur si përgjegjësi të merren me rekrutimin apo deri në emërimin e ish punonjësit të agjencisë.